në dispozicion. Dhe ja kur rikthyem dhe Kris ne kemi një lojë, po themi, dhe titullohet një artist si Kris Dragoti. Filloj me pyetjet. Atëherë, një artist si Kris Dragoti, a është aq i ndjeshëm sa në artet dhe në jetën reale? Dhe dua të di kur ka qenë hera e fundit që ka qarë Kristi dhe cila ka qenë arsyeja. Shumë për këtë të fundit. Kur kam qarë? Nuk është që qaj kështu me mani, po emocionohem ndonjëherë në shtëpi. Të mbushëm pak vetëm me laut. Vetmia ca herë larg prindërve. Është jetë e vështirë. Larg të dashurës apo bashkëtoni? Jo, afër. Bashkëtoni. Jo, nuk bashkëtoni, po është afër. Pas kanë lagje. Një artist komshia. Tani e dyta, një artist e merr malli më shumë për mamën. Po. Një artist si Kris Dragoti, a mund të pikturoj emocione që nuk i shpreh dot me fjalë? Po. Absolutisht. Okej, një artist si Kris Dragoti, është më tërheqës për vajzat kur është i thellë dhe enigmatik apo kur është i hapur dhe spontan? Të dyja. Një artist si Kris Dragot, a mund të përdor artin për të thyer tabu ose për të folur për tema të ndaluara? Po, absolutisht. Një Na artist thuaj diçka që të ka ndaluar që e ke bërë në jetën tënde. Edhe ke shprehur në fëmijë. Po, dhe e ke shprehur në që më ka ndaluar një forcë që më ka ndaluar vetja vetëm. A bën shpesh mëkate? Mëkatet, definicion? Ç'a konsideron ti mëkat? Po normal që bëj çdo ditë mëkate. Po. Okej, një artist si Kris Dragoti, a mund të jetë i guximshëm dhe i zjarrt në art, por i ndrojtur në dashuri? Jo. Të dyja bashkë. Një artist si Kris Dragot, a mund të kthej dështimin në frymëzim? Për shembull, kur Luizi të mori fitoren në Big Brother 2 ose dështime që mund të ketë pasur në lidhje me vajzat. Po. Një artist si Kris Dragoti, a ka xhelozuar në fshehtësi Luizin për fitoren e Big Brotherit? Absolutisht. Po. Absolutisht. Në mënyrën Njerëz real, në mënyrën time, un kisha një far, domethënë një far frustracioni, jo në atë moment, sa atë moment shumë haj. Besoj që e ke pasur më shumë me veten se sa me Luizi këtë lloj. Ego personale. Me veten, me gjithë situatës. Në qoftë se do të bëj një pyetje sot Luizit, cila do të ishte që nuk ja ke bërë kurrë? Jo, s'do i bëja pyetje, do i thoja bë muzikë të lezetshme, kaq. Një artist si Kris Dragot. Shumë oneste, bë muzikë lezetshme. Po pse nuk të pëlqen ty muzika aty? Jo, shikoj, ironike po, ishte shumë ironike. Po prandaj po të them, nuk të pëlqen. Por është dhe me një shtys pozitiv. Vetëm është një kritik. Ka është dhe kritik, ke mundësi. Shikoj, xha jemi treg i vështirë, i vogël, nepotist etj, bë muzikë lezetshme, ça jepi. Shkëlqet. Do të thonë ke asnjë këngë që të pëlqen na Luizi. Nuk është stili im, tani të them mund që ai më përshëndeti mua me këngë të Kanye West, nuk më pëlqen edhe keni në shije domethënë. Nuk jep ai maksimumin. Nuk jep. Ke pikturuar ndonjëherë ndonjë vajzë në fshehtësi dhe s'e ka marrë vesh kurrë? Po. Sa e bukur kjo. Po, e bukur, lezetshme. Po mirë. Po ma do të pikturosh? Ai mund ta ketë vujt. Dhe ka bërë sot. Vazhdojmë. Një artist si Kris Dragoti, a e ka bërë një vajzë për vete vetëm me artin e tij? Absolutisht. Po. Absolutisht. Se ndodh që thua edhe absolutisht jo. Po Krisi, po të pikturoje diçka për 96-ta, ç'a do ishte? Si do ta kishe organizuar të tablon? Kristi, se s'më ktheve përgjigje. 6 pula ndoshta? 6 pula. 6 pula. 6 mikrofon. Duke bërë vezë apo pa bërë vezë? Tani Kristi se s'më ktheve përgjigje. Tani do më pikturoje mua? Po si pul për ata? Jo si pul, nuk do as si pul, ose jam pul, jam Ti tani ti një far bagazhi ke për mua që të pikturoj. Absolutisht që ka. Është një muzë, domethënë për ty? Mund të jetë një muzë, po. Absolutisht besoj që ka potencial. Muza e Kris Dragoti. Një artist si Kris Dragoti preferon të dashurës të dhurojë një parfum apo një pikturë? Të dyja bashkë. Po parfumi thonë që All in. Jo, s'ka Do isha ndar shpesh. do me thënë që ti pas ke bërë dhe më para. Punë e kësaj.
Ke thirr tabun e kësaj shprehe. Por ka dhuruar parfume po thot. Edhe s'është Që nëse ti dhuron një parfum, da. Nuk e njihja këtë shprehje. Nuk e Po dhurove parfum. ndash. mirë. Jo, Është unë e fakt, di ë? ndryshe, Po pse? ndryshe. Në moment që ti dhuron një parfum, personi duhet të të jap o 2000 lekë o 500 lekë. Tani, O Kristi. 2000 o 500. Po, kështu është. Kështu e kemi ne në anën tona. Tani Kristi me që Nuk e di, mua. si di edhe fare. Me që mua përshëndetje me një këngë që mos të keq kuptohet, mund të përshëndesësh edhe të dashur në momentin. Të dashur me një këngë. Po. Një këngë tjetër tani. Po tjetër se me timen Nuk bëhet. nuk besoj. E di unë çka këngë do të përshëndesje. Jo, ta thot ai, ta Një thot këngë e ai. vjetër franceze si quhet. Voilà. La La Vienne Rose. Po, bravo. Përshëndesim të dashur në La Kristi. Vion Rose. Dhe mos të mërzit me ne. Po, bravo, bravo.